hakmarrjeje pas fundeve të dronë në Moskë. Raportohet se 40 raketa u lëshuan mbi qytetin e Ukrainës, duke marrë jetën një personi dhe duke lënë disa të plagosur. Zoran Mandani, kryetari i Bashkisë së New Yorkut, ka shkaktuar polemika të mëdha me deklaratën e fundit. Ai ka thënë se do të bëjë gjithçka që i lejon ligji, në mënyrë që kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu të arrestohet gjatë asamblesë së OKB-s në New York në muajin shtator. Spanja dhe Argentina luajnë sot në orën 21 finalen e Kupës së Botës, e cila do të transmetohet në digital. Dueli i Mesit me Yamal, që do të zhvillohet në New York, pritet të thyejë rekorde për shikueshmëri. Jo, na pam lokale. A finali atje. Jeta finali. Dalim tani mëngjesisht në shfrytëzimet kryesore deri në këtë moment të ditës. Shtëpia e një 20 vjeçari në Durrës funksiononte si që dyshohet se shërbenin për furnizimin e grupeve kriminale. Policia njofton se i riu, Ergis Pepa, u arrestuan në flagrancë gjatë operacionit policor, ndërsa në banesë u gjetën dhe u sekuestruan 4 armë zjarr. Një 20 vjeçar në Manës të Durrësit e kishte shndruar banesën e tij në depo armatimi në funksion të grupeve kriminale. Blut e Durrësit, pas informacioneve të marra, ndërhyn duke arrestuar në flagrancë 20 vjeçarin Ergis Pepa dhe gjatë